Shoqata e para dhe tetraplegjikëve në qarkun Shkodër shprehet se pavarësisht nisjes së fushatës elektorale, asnjë kandidat apo parti pjesëmarrëse në zgjedhjet e 21 qershorit nuk është kujtuar t'i takojë apo të dëgjojë problematikat e kësaj kategorie. Kështu shprehet edhe kryetari i kësaj shoqate, Bekim Koçeku, i cili u kërkon forcave politike më tepër vëmendje. Deri tani asnjë sa është afruar, komunikuar me ne hiç, presim prej tyne. Sa do pak i nima një diqa të vogël, me thonë vile për te. Ju baj thirrje, paktën prej të në mas janë edhe këto zgjidhjet e kështu, me ne afru diqa me ba një mledhja, një takim. Po premtimi ka pas, po asni. Ka në veshtur shurdhër ke punë edhe asni s'ka ardhur. Ju baj thirrje si t'investojnë sa do pak i nim sa më të vogël, ashtrej sa ma pa për krahun. Kryetari i invalidëve paraqet si problematik mungesën e shkallëve nëpër zonat ku do të votohet, pasi personat e ulën një karrocë me rrota e kanë të pamundur të ngjiten në katet e larta. Kanë folë me bën këta rrambet e votimeve, gjanave, janë pa kushte këtë. Shkollat janë me shkolla, janë pa mujtur me karroca, me gjana, as i dhoj afrimit as i gjanë. Aktualisht shoqata e para dhe tetraplegjikëve vuan mungesën e një sër projektesh infrastrukturore, edhe pse në qarkun Shkodër kjo kategori numëron rreth 300 anëtar.